edhe bashkëpunimi me zotin Zafir Berisha, i cili e ka një votë të konsoliduar edhe të vullosur për shumë zgjedhje rresht në zonën e Prizrenit. Shembull, ky duar shtrëngim që shohim në pamje dhe kjo buzëqeshje e juaj, natyrisht e shoqëruar edhe me gëzimin e zotit Berisha. Berisha po që është një oponent politik në rrafshin qendror, por thot unë e bëj dallimin kësaj radhe se nuk bëhet fjalë as për liderët politik, bëhet fjalë për Artan Abrashin edhe kandidatin në veçanti. Si e gjetët këtë lloj bashkëpunimi dhe si besoni që do të rezultojë në terren dhe në kutitë votimit aty ku është më së rëndësishmi, zoti Abrashi? Po, për rastin në fjalë, unë me zotin Berisha njihemi moti. Edhe ka ndoshta 20 vite. Edhe gjatë kohës kur ka qenë pjesë e Bashkimit Demokratik, pastaj në Nisma, pastaj edhe në kohën kur ka qenë kryetari i Partisë Demokratike në Prizren. I kemi pasur normalisht tallimet tona, por se nuk ka munguar asnjë respekti ndërsjellë. Pra edhe kur ka qenë ashpër situata kështu politike, ai ka pasur respektin për ju. Po kemi arrit me rujt atë respekt, ndoshta sigurisht kur gjua po ka pasur edhe respektin familjarisht për ju. Po ashtu është. Ashtu është, e njëjti respekt vlen edhe për të. Kemi arritur që ta ruajmë njëri tjetrin nga këto temat që janë shumë polarizuese. Dhe mendoj që kjo ka qenë një nga arsyet pse kemi arritur të një bashkëpunim. Ne dallojmë në mendime sa i përket shumë temave që kanë të bëjnë me nivelin qendror. Jemi pajtuar që ta respektojmë këtë dallim që e kemi, dhe që në rastin e Prizrenit të bëhemi bashk aty ku pajtohemi. Dhe kjo është formula e bashkëpunimit, gjë që është shumë parimore, po mendoj. Ka të drejtë si iniciativë tashma lokale që të ketë një mendim sa i përket çështjes së politikës. A keni detajizuar marrëveshjen apo është në parim? Në fillim është në parim, marrëveshja e bashkëpunimit në parim. Që pastaj natyrisht do të konkretizohet, mirë po nuk është se diçka kemi konkretizuar kështu qartë, por se jemi pajtuar